përcaktoj vlerën e tregut të pronës, se ky ka qenë një paqartësi shumë e madhe. Kush e ka përcaktuar deri tani dhe si duhet përcaktuar? Kombinim faktorësh, janë disa faktorë. Ta përmbledhim, sot e përcakton ligji 130... Leku e përcakton sot. Jo, pra jo, si të folim ligjërisht. Ka një ligj, ka një VKM 132 të 2018 për metodologjinë e taksimit të pronës. Në 32 zonat kadastrale të Tiranës, ka pas çmime të caktuara, vjet ndryshoi për Tiranën, vetëm për Tiranën ja rritur çmimet nga 5 dhe 75% të taksimit me çmimet e referencës. Në qoftë si referohemi këtyre çmimeve që zonja po thot dhe zotëria, atëhere po ankohemi kot nga qeveria për taksat larta, sepse meritojnë të taksohen më shumë. Sepse në zonë... Pronat e dyta po thonë. Ne dim diferencën? Jo, po nuk e di, sepse... Çmimi referencës me atë që blehet, po e dim diferencën, pra çmimi referencës si që deklaron te noteri... Për të qëllim bëhet dhe ky draft ligji për i vlerësimit. Ta afroj çmimet kadastrale me vlerën me realitetin. Dhe t'jap transparencë, shiko, vetëm për faktor, po jo për faktorët nuk janë referenca në radhë para. Radhë parë janë ato që thot me të drejtë Nela që kanë të bëjnë me atë kush e ndikon kërkesë ofertën. E ndikon pikërisht pjesa e asaj çfarë ka prurje, domethënë kërkohet, nuk është se tregu nuk ka kërkesë. Ai po thot për çmimin, apo thot për referencën. Çmimi tjetër gjë, referenca tjetër gjë. Referencat jo referencat janë të 2018-s, më shkurt fare. Ka ndryshuar, jo referencat ndryshojnë pas here. Por 61 bashkitë e Shqipërisë pat një VKM tjetër dhe janë rritur. Edhe Tirana kishte vetë. Edhe Tirana ka vetë. Referencat e reja janë miratuar me 31 korrik të 2023-shit, ku un kam dalë në gusht në një media dhe kryeministri i vendit tha në shtator do fillojë rivlerësimi dhe të gjithë ke neve filluam gati për me bërë kontrata e shitjes së rjonit. Në një kohë që unë kam dalë dhe nuk ka si të dalin në një fletore zyrtare dhe të dilte rivlerësimi për 2 muaj, pa u bërë rivlerësimi për gjithë Shqipërinë. Se vetëm 8% vetëm për Tiranën. Sot kemi një metodologji të përcaktuar. Ja, më fal. Metodologjia është tjetër gjë dhe referencat për shtatë metodologjisë. Po konfundojmë publikun. Jo, e ke drejt, ka metodologji, po ajo përcakton vetëm shinat se si duhet të ndërtohen referencat. Por gana tjetër, ajo çfarë diskutojmë, duhet këtë referenca... Jo, duket se është përcaktuar vetëm taksimi i bashkive. Po ajo pra është, po nuk ka tjetër jo tatimi në shtet. Po jo tatimi në shtet, po këtë pra po themi, nuk tatimi jo 15%. Kjo është taks vendore njëherë. Po kjo është për tani, se referenca për taksën vendore bëhet, nuk bëhet për tjetër gjë. Jo, taksat vendore s'janë asgjë, se taksat vendore janë 0.1. Atere, taksa... Po flasim për 15-që. Po 15-që. Taksa e pasurisë është taks vendore. Dhe taksa vendore bazohet mbi referenca. Dhe referencat në vetvete, edhe pse janë pjesë tashmë e përditshmërisë tonë, nuk duhet të ekzistonin nëse do kishim një treg të lirë dhe i tillë që do përcaktonte vetë çmimet e tij. Në momentin në të njëjtën zonë, se edhe unë do ta kem në blok. Në të njëjtën zonë ka 2 çmime. Shtëpia ime është 60 vjeçare, shtëpia e tjetrit është 60 vjeçare. Po me referencat ka prapë disa kritere që të përjashtojnë, nuk e paguan me 70%. Tani ka filluar 2 E bën diferencë. Tani pra, më fal që ta edhe me i tre nuk do të bëni të ndërsim. E bën se fut amortizimin, pa dy. amortizimi është. Po, Erion, mund të qartësohen